Për çfarë teme ke dalë sot? Jo, më s'kan dalë për femra, kanë dalë për qefin tim. Ke dalë për qefin tënd. Ti vetë nuk shef më kështu për femra, si Ja, edhe trendi që do me me? këto syze. Si po duket jeta këtu? Diell po, jemi mes tetorit, çdo gjë është për mrekulli, Shqipëria vendi i mundësive, ekonomia po lëzon, politika po triumfon, po merren me shembull në shumë shtete në botë, në Europë, për të çuar vende të tjera të botës përpara, vetëm përpara them. Po dalë se treni i gjerrjesht. E pse dalin ata për lek? Kush? Femrat, atje. Prap ke femrat e shumë muhabetin, unë sa do që hap temat e mia, njerëz do të flasin temat që kanë vete. Për çfarë teme ke dalë sot, pra? Ë? Për çfarë teme ke dalë sot? Jo, më s'kan dalë për femra, kanë dalë për qefin tim. Ke dalë për qefin tënd. Ti vetë nuk shef më kështu për femra, si edhe trendi që do me me? këto syze. I shkojnë formati. Që do me femrat, femrat lek dhe. Ktheu kamerës tu, çfarë do të thojë me këtë punën e femrave? Ku vjen rresht femrat? Atje të treni i ke. Ke treni. E. Ka femra atje? Po, Çfarë bëjnë atje ato? në shërbim, punojnë aty. Çfarë punë bëjnë? Ma ditën e punës, Çfarë punë bëjnë? qef. Qef. E. Punë, qef, paguhen për këtë punë e qefit, ë? Çfarë është kjo punë e qefit? Është e vërtet kjo? Çfarë punojnë? Punojnë për dhe. Sa paguhen domethënë? Po ku dëgjon rasti, pyes fare. Si shkuna jemi pyetën? Ja, që do me? Ku keni jetuar ju? Në Athinë. Në Athinë. Po ti, a ka kështu? Aty ka hotel. Ka hotel. Ka Po këtu e bëjnë në rrugë, ë? Këtu e në rrugët. E kia shiqare fare. Po, dalin të lusin vetë. Po si ka mundësi këtu nuk ka hotele që bëjnë në rrugë ato? Jo, po si lejo 7 vit. Sa viti keni jetuar në Athinë? 8 vjet. 8 vite. Si ishte jeta atje në Athinë? Shumë mirë, shumë mirë. Keni shkuar? Punoshe. Çfarë moshe keni shkuar për të punuar atje? Më qenë jeri në atë ko. Njeri. Çfarë punë jeni marrë? Ndërtim. Ndërtim. Më mirë është në Greqi apo në Shqipëri? Ma mirë është në Greqi. Në Greqi. Për çfarë? Këtu është jeta e vështirë. Jeta e vështirë. Këtu është jeta e vështirë. Kudo që të shkosh, mirë halet i kanë hequr. Dhe s'kanë nara. Po gjeli koqeve. Ja. Në Shqipëri bën gjeli koqeve thot. Në Greqia bën gjeli koqeve? Gjeli bo koqeve. Jo, atje vetëm pulat. Vetëm pulat. Tu çka ka këtu, çka probleme po thoje se na ndërpreu, na shkëputin nga sinjali. Ç'a probleme to? S'ka drejtësi këtu. S'ka drejtësi. Për çfarë ke fjalën? Për të ngjarjen më të fundit që ndodhi me gjyqtarin, që vranë gjykatësin? Po të gjithë të vritën. Vetë ju keni ne. Të gjithë të vritën. Unë kam 20 vjet që kam hapë gjithë për vitërsin, që kam punuar me njërë, edhe na. Keni punuar me njërë, të cila me njërë? Malies. Në Lies. E çfarë s'keni marrë shpërblim? Vitërsin. Sa vite 20 vite, s'ju njohin fare 20 vite punën? Po kam thua punë që 14 vjeçun. Edhe kam dalë me 120.000 lek pension. Ku është drejtësia këtu? Ku ka drejtësi këtu? Sa duhet ju të takonte ju? Si? Sa lek duhet ju të takonte, t'ju vlerësoni? Po e kanë marrë ata që s'kan punu fare. Me gzim kalan kryet. Kryetari sindikata që ka qenë. Pse dhe sindikata nuk funksionon këtu? Ku ka sindikata këtu me? Qa po bërë da? Ata kanë murë gjepët e veta. Si dhe gjeni zgjidhjen për këtë problem? Iq, i zotë e di. Të marrë i hakë zotë e gjithë. Por rasti që ai zotëria mori hak për shembull për padrejtësitë që ishin bërë për sa i përket pronave. Po gjithë marrin hak. Të marrin si mori ai. Po mori ai se merret hak në këtë formë. E mori hakun ai. Se gjithë tash një këta gjykatësit kanë hasa hajnë dhe i pumë tash. Ju ka hyrë frikën palpë. Ka hyrë, A besoni se të rregullohet kjo drejtësia, do të shkojnë vend drejtësia në Shqipëri? Do shkoj, po do shkojnë me vonesë. Me vonesë. Ja, më na dolën thinjë ato. Lagën. Po çfarë bëj? Pa na majnë kalamajt. Për kalamajt. Edhe kalamajt thënë për kalamajt mesë. Po ja, kjo thotë pe. Çu shkoj këtu? Zinxhir të shkoj. Pres. Më çfarë tema kemi sot?